Sipas mediave spanjolle, El Nacional dhe Cadena Ser, në kampin e Barcelonës shënuar një episod tensioni mes trajnerit Flick dhe drejtuesve të klubit, në qendër të cilit ndodhet talenti i ri Lamine Yamal. Trajneri gjerman thuhet se kishte vendosur ta ndeshkonte futbollistin për shkak të një vonese duke lënë jashtë formacion titullar. Gjithsesi, drejtuesit e klubit kanë ndërhyrë për të imponuar praninë e Yamal nga minuta e parë. Në veçanti, Alejandro Echevarria, një figurë shumë e afërt me presidentin Laporta, raportohet se ka bindur drejtorin sportiv Deco të ndikojë te Flick për të ndryshuar vendimin. Në fund Yamal u aktivizua si titular, por vendimi është pranuar me pak dëshirë nga Flick, i cili e ka interpretuar situatën si një ndërhyrje në autoritetin e tij teknik. Trajneri nuk do të ishte irrituar vetëm për vonesën e lojtarit, por për mesazhin negativ që po dërgon në grup, duke kujtuar se lojtarë të tjerë si Rafinha, Koundé, Hector Fort apo Inaki Peña janë ndeshkuar për arsye të ngjashme. Për këtë arsye, Flick ka kërkuar klubit të garantojë respekt të plot dhe autonomi në vendimet teknike, pasi druhet se raste të tilla mund të cënojnë disiplinën në dhomat e zhveshjes.